njerëz që vini, ky është një meditim me 3 seanca. Në secilën seancë do përdorim teknika të ndryshme për të ulur stresin dhe aktin. Qëllimi im në këto seanca meditimi është t'ju afroj disa teknika që mund t'i përdorni çdo ditë për të ndihmuar mendjen dhe trupin tuaj të ndihen më të qetë. Pavarësisht nëse jeni të ri në meditim apo keni praktikuar më parë, meditimi është për të gjithë. Mundohuni të mos i bëni vetes shumë presion. Që e më rëndësishme është të ecni me ritmin tuaj. Mos u ndjeni në fajin nëse nuk keni mundësi ta praktikoni çdo ditë. Thjesht kthehuni kur të ndjeni gati. Sot do të praktikojmë një teknikë që quhet vëmendje përqendruar. Shpesh kur ndihemi në ankth, mendja vrapon pa pushim. Prandaj do t'i japim një pikë ku të fokusohet dhe të qetësohet. Është normale të kemi shumë mendime gjatë ditës. Kështu që mos u shqetësoni nëse shpërqendroni nga vërllia e shumë mendimeve. Kjo do të ndodhë. Ne nuk po përpiqemi të pastrojmë apo zbrazim mendjen. Përkundrazi, po japim mendjes një vend ku të përqendrohet, duke u lidhur me shqisa në mënyrë që ajo të qetësohet natyrshëm. Dua të theksoj se të ndihesh në ankth nuk është diçka e keqe. Shpesh ndihemi të shqetësuar sepse na intereson diçka ose dikush. Është një emocion normal, një ndjesi shqetësimi, pritje ose frike se diçka mund të shkojë keq. Donjëherë, pak ankth na bën vigjilent dhe na motivon. Por bëhet problem kur fillon të ndikojë në mirëqenien tonë të përgjithshme dhe në aftësinë për të funksionuar në jetën e përditshme. Tani, le të fillojmë praktikën. Mund të uleni në një karrige ose divan, ose mund të shtriheni çfarëdo që ju bën të ndiheni më mirë. Nëse jeni ulur, sillni shtyllën kurrizore drejt, por jo shumë të ngurtësuar. Relaksoni shpatullat. Zbutni nofullën dhe mbani të dyja këmbët të mbështetura në dyshimet. Nëse jeni ulur, nëse jeni shtrirë, mund të vendosni një jashtëz në gjumë dhe pastaj mbyllni syt ose thjesht ulni shekimin poshtë. Kjo është totalisht në dorën tuaj. Le të fillojmë duke marrë një frymë të ngadaltë dhe të thellë, duke thithur nga hunda dhe duke nxjerrë nga goja. Duke bërë këtë disa herë, ndjej kraharorin të flirohet kur merr frymë dhe të ulet kur nxjerr frymën. Por nëse mund të lëshosh çdo tension ose shtrëngim nga pjesë të ndryshme të trupit. Merr frymë me ritmin tënd. Ndjej trupin të mbështetur nga sipërfaqja ku ndodhesh. Për disa minuta të ardhshme, nuk ka asgjë tjetër për të bërë. Kjo kohë është për ju. Duke qëndruar me ndjesinë e trupit që është i mbështetur. Çfarë vini re? Mund të vini re pikat e ndryshme të kontaktit? Këmbët në dysheme, duart në prerë,
ose ndoshta një ndjesi shpimi gjelbërash në ndonjë pjesë të trupit, apo ngrohtësi në pëllëmbën e duarve ose gishtave. A mund të lejoni trupin të zbutet pak, duke i dhënë vetes leje të lini të shkojë çdo tension? Dhe mos u shqetësoni nëse nuk ndiheni me njëherë të qetë. Ndonjëherë duhet pak kohë që mendja dhe trupi të qetësohen. Prandaj thjesht jeni kurioztar dhe të vëmendshëm ndaj ndjesive të ndryshme të trupit. Mund të filloni të vini re dhe lëvizjet e frymës në trup, ose ndjesinë e ajrit që hyn dhe del nga vrimat e hundës. Nëse shpërqendroheni, është në rregull. Është normale. Mos gjykoni. Me butësi, sillni përsëri vëmendjen tuaj në ndjesinë e trupit në ato pika të ndryshme kontakti. Ndoshta ka një ndjesi që ju duket veçanërisht shqetësuese ose ndihmuese, si këmbët në tokë ose duart në prerë. Ndërsa lidheni me trupin në këtë mënyrë, shvendosni butësisht vëmendjen te lëvizja e frymarrjes, duke vërejtur frymëmarrjen dhe frymënxjerrjen. Dhe mbani mend, është normale të shpërqendroheni. Mendja është krijuar për të menduar. Sa herë që e vini re shpërqendrimin, kthehuni me butësi tek frymarrja. Tani shvendosni vëmendjen për të vërejtur tingujt rreth jush. Sigurisht që po dëgjoni dhe zërin tim, po çfarë tingujsh të tjerë dëgjoni rreth jush? Dëgjoni tinguj afër apo larg? Ndoshta zhurmën e trafikut, kumëzhitjen e një ngrose, zëra në dhëmën ngjitur. Lejoni që tinguj të vinë dhe të shkojnë. Shumë mirë, po ja dilni shkëlqysha. Duke lënë më njëm fokusin të tinguj, sillni pak lëvizje në trup. Lëvizni gishtat e duarve dhe këmbëve. Hapni syt nëse I kishit mbyllur. Shtriquni pak dhe vini re si ndiheni. Si ishte të përqendroni vëmendjen në këtë mënyrë? Çfarë vut re? Dhe mbani mend, qëllimi këtu nuk është të zbrasim mendjen. Mendja është krijuar për të menduar dhe emocionet do të shfaqen. Kjo praktik ndihmon për të ngadalësuar mendjen dhe për të mësuar të qëndrojmë me mendimet tona, duke u rikthyer vëmendjen sa herë që shpërqendrohemi. Kjo është aftësia e fokusit në momentin e tanishëm. Jemi aq të mësuar të shpërqendrohemi sa nuk e kuptojmë sa herë mendimet tona ndikojnë në mënyrën se si ndihemi. Një teknikë si kjo mund të ndihmojë si mendjen edhe trupin, duke na ankoruar në momentin e tanishëm dhe duke ndihmuar në thyrjen e ciklit të mendimeve me ankth.
Prandaj ju inkurajoj të bëni pushime të vogla gjatë ditës dhe të lidheni me shqisat. Dhe para se ta mbyllim, nëse ndjeni se ankthi juaj është i rënduar ose i papërballueshëm, ju lutem flisni me një profesionist që mos përballeni vetëm me këtë. Ose tregoni një antarit të familjes ose një miku të besueshëm. Ndërkohë, kujdesuni për veten. Kthehuni nesër nëse mundeni, ose përpiquni të gjeni 10 minuta në 2-3 ditët e ardhshme për seancën e dytë. Mund të jetë e dobishme të zgjidhni të njëjtën orë dhe ta lidhni si diçka që e bëni çdo ditë tashmë. Për shembull, unë zgjohem dhe bëj meditimin tim përpara se të çohem nga krevati, përpara se të kontrolloj telefonin ose të filloj mëngjesin. Por ju provoni se çfarë funksionon për ju. Faleminderit që praktikohet me mua. Kujdesuni për veten dhe mezi pres të dëgjohemi në meditimin e ardhshëm, në seancën e dytë. Mirë dëgjofshim.